Ezani, zëri që nuk u shua kurrë. 5 herë në ditë, në çdo cep të botës, një thirrje ngrihet drejt qiellit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Një zë që nuk është thjesht njoftim për namaz, por shpallje besimi, identiteti dhe dorëzimi ndaj Allahut. Ky zë quhet ezani. Origjina e ezanit. Në ditët e para të Islamit, pasi u ndërtua xhamia në Medinë, muslimanët u përballën me një pyetje thelbësore. Si t'i thërrasin njerëzit për namaz? U diskutua përdorimi i kambanës, si tek të krishterët, apo i boris, si tek hebrejt. Por profeti Muhammed alayhi salam nuk ishte i kënaqur me asnjërin prej tyre. Islami duhet kishte thirrjen e vet, të veçantë, të pastër dhe kuptim plot. Ëndra që u bë thirrje hynore. Një natë, sahabiu Abdullah ibn Zeid pa një ëndër të jashtëzakonshme. Ai pa një njeri që mbante një këmban dhe e pyeti nëse mund ta blinte për të thirrur njerëzit në namaz. Por njeriu i tha: "A të tregoj diçka më të mirë se kjo?" Pastaj ai mësoi fjalët e ezanit: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kur Abdullah ibn Zeid ja tregoi ëndrrën profetit Muhammed alayhi salam, ai u gëzua dhe tha: "Kjo është ëndër e vërtet, me lejen e Allahut." Ai urdhëroi që këto fjalë t'ia mësonte Bilal ibn Rebahut, sepse ai kishte zë të fortë dhe prekës. Kështu, Bilali u bë njeriu i parë që e thirrri ezanin në historinë e Islamit. Përmbajtja dhe mesazhi i ezanit. Ezani nuk është poezi dhe as thirrje emocionale e zbrazët. Ai është besim i shpallur me zë të lartë. Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Muhamedi është i dërguari i tij. Namazi është shpëtim. Allahu është më i madhi. Çdo fjalë e ezanit është një deklaratë besimi, një rikujtim për njeriu që është i zënë me dynjan. Rëndësia e ezanit në Islam. Ezani është aq i rëndësishëm sa profeti alayhi salam ka thënë se po ta dinin njerëzit shpërblimin e tij, do të hidhnin short për ta thirrur. Ai është dëshmi publike e Islamit. Në çdo vend ku dëgjohet ezani, aty dëshmohet se adhurohet Allahu. Madje në disa hadithe përmendet se çdo gjë që e dëgjon ezanin, qoftë njeri, xhin apo krijesë tjetër, do të dëshmoj për muezinin në ditën e gjykimit. A ka ndaluar ndonjëherë ezani? Gjatë historisë islame, qytetet janë pushtuar, xhamit janë shkatëruar, por ezani nuk është shuar kurrë plotësisht. Edhe në këtë kohë lufte, sëmundjesh, persekutimi dhe ndalimesh, ezani ka vazhduar të thirret, qoftë fshehurazi, qoftë me zë të ulët, qoftë nga zemra e besimtarit. Ka pasur momente kur ezanit janë shtuar fjalët për shkak të rrethanave, si në shi apo rrezik, por thelbi i tij nuk është ndryshuar kurrë. Ezani si thirrje e përjetshme. Ezani nuk është vetëm për ata që shkojnë në xhami. Ai është thirrje për të zgjuar zemrën, për të ndalur për një çast dhe për të kujtuar pse jemi këtu. 5 herë në ditë, Islami flet botës. Allahu është më i madhi. Që nga Medineja e shekullit të 7 deri në qytetet moderne të sotme, ezani vazhdon të ngrihet, pa pushim, pa kompromis, pa ushuar. Sepse ezani nuk është zë njeriu, është thirrje nga qielli për tokën. Dhe për sa kohë do të ketë besimtar, ky zë nuk do të hesht kurrë.